إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ملينا الله عز وجل duke falendëru Allahun subhanahu wa ta'ala për këtë begati kaq të madhe, për këtë mirësi i cili ju sjolli në këtë gjendje që të hymë në Kur'an. Edhe ty, vëllai i nderuar Esmerald, me lena Allah azza wa jall po hymë në faqen e parë të Kur'anit, edhe po mundohemi ta lexojmë, ta lexojsh vetë. Tamam. Edhe jo shikues të nderuar, lexoni edhe jo mundoheni me lexu. Sepse tash i keni marrë të gjitha mësimet dhe tash i dini me lexu Kur'anin famular, tash do ta shohim praktik me lenin Allah azza wa jall, tash në zbatim e shifni se me të vërtet dini me lexu. Mirë, po ja fillojmë. Po. Këto lexoje se e di se e dini këtë sure për smenç, ama mundoheni me lexu, jo me thon për smenç. Po. Okej? Atëherë. Lexoje. Bismillahi Ar-Rahmani Mirë. Rahim. Mirë, këtu në mësim që kemi cek hemzatul wasl, një formë prej formave se si shkruhet hemzeja, është kjo, e kemi cek në mësimin, në një mësim e kemi cek. Këtu tash kjo, domethënë është hemzeja që lidh fjalën paraprake me fjalën e ardhshme dhe nuk lexohet në vetë, ja kupton. Prandaj këtu nuk duhet të thon bismillahi, tani ar-rahmani, por se është hemzatul wasl e ki që e lidh fjalën paraprake me fjalën pas që vjen pas. Prandaj e thu bismillahirrahmanirrahim. Që edhe këtu e ki hemzatul wasl, shef hemzën që e lidhëse, që e lidh fjalën paraprake me fjalën që vjen pas. Prandaj bismillahirrahmanirrahim. Apo. Bismillahirrahmanirrahim. Të shtidin ose arra, edhe këtu e kemi të gjithin, kemi su të shtidin shtrënguesin. Që shtrëngon bismillahirrahmanirrahim. Është kujdes mos me bëu r, se disa ka bojnë dhe ja bojnë bismillahirrahmanirrahim. Ai mundohet me shtrëngu, ama vend se me shtrëngu që është duhet, e shtrëngon gabim. Do thonë shton shkruajnë një gjën tjetër. Ndërsa këtu rajën, do thonë këtë fort, ama duke shtrëngu bismillahirrahmanirrahim. Ajo bismillahirrahmanirrahim. A kupton? Mirë, bismillahirrahmanirrahim. Këtu? Alhamdu lillahi rabbil Qa është këtu hemzatul wasl e lidh rabbil e lidha nuk e lexon vetë. Këtu e dash me lexim fillim ka ardha, shef. Do thonë këtu e ke shqiptu kur ke fillu el, sepse në fillim, ndërsa këtu e lidh, drejt e lidh, apo kupton? Rabbil alamin. Mirë. Po siç kemi thënë që në fund, do të thonë nuk shqiptohet zanoria. Po zanoria këtu e shkurtër nuk fetha nuk lexohet për shkak se u ndalëm apo. Po. Mirë, shumë mirë. Vazhdo. Kujdes që këtu e lidh, apo shef, hemzatul wasl e ki, e lidh. Po. Edhe është prej gremave shemsia, apo, ato diellore, të shquar, domethënë prej germave diellore, ra. Po. Prandaj lexoje. Ar-Rahmanir-Rahim. Mirë. Pastaj? Maliki, po. Yawmiddin. Mirë, shumë mirë. Këtu kemi thonë se kjo është një zgjatëse, një elif që shkruhet në këtë formë, dhe në mundi marrë në këtë formë, veç një vi vertikale vogël e shkurt. Maliki yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Po. Iyaka. Iyaka, është me shtrëngimi këtu është më rëndësia. Iyaka. Po. Na'budu. Na'budu. Hajde deshifroj tash këtë fjalë. Po, atëherë kemi në me fetha, në. Po. Kemi nunin me fetha, po në. Kemi ajnin me sukun. Sukun, po. Na. Po. Kemi be me damme dhe del me damme, budu. Na'budu. Na'budu. Mirë. Vazhdo, lexojmë. Wa iyyaka. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Po. Mirë. Kjo është në A? Këtu dhe kemi kestrën, do të mëson është ihdina. Është një rregull që këtu duhet normal, do të thonë, nuk është gjithmonë se çish vjen në gjermën e tretë, zakonisht në shumicën e rasteve po, nëse vjen në gjermën e tretë, apo shef nëse vjen për shembull këtu kesra që ka ardhur, atëherë e thu me kesra. Amo ka edhe raste ku ndryshon. Kjo njihet me njohjen e fjalëve të gjuhës arabe, mirëma kur të lexoni Kur'anin, sidomos kur ta lexoni tek hoxha, pastaj mësoni se këtu për shembull nuk është ehdi, po nuk është as uhdi, po është ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Po. Ihdina afshë këtu e lidh tash. Ihdina as-siratal mustaqim. Po, këtu është mirë me pas kujdes tek e kemi një sad këtu për shkrimeve të forta. Po, ama pastaj e kemi më një herë pas fjalën e ardhshme e kemi sinin mustaqim. Prandaj këtu që mund të më gabu disa, më thonë me dy sina apo dy sad. Po. Dhe kush e para është sad, ndërsa duhet me pas kujdes. Ihdina as-siratal mustaqim. Edhe pastaj e kemi një gjerm të fortë. Kafin që është prej gjermave të forta. Që duhet me pas kujdes me shqiptu mirë. Ihdina as-siratal mustaqim. Po. Ihdina as-siratal mustaqim. Ja. صراط الذين أنعمت مير عليهم غير المغضوب غير ri, më thonë, kur gjenë këtu me kezra, bëhet një r e but, pak më but, si kanë gjuhën shqipe. غير المغضوب maghdubi. Kujdes dhe jo shikues të nderuar, mos e bëni këtu g, se shumë e bojnë g. Maghdubi, jo gabim është maghdubi. Edhe këtu ghain, edhe këtu ghain, me pas kujdes me shqiptu mirë, sepse nëse e shqipton mirë, pastaj del edhe arabisht më e bukur, edhe del sakt. Atëherë është, do të thonë, ghayril maghdubi. Po, ghayril, do të thonë, mëse bo shumë po isi i më shumë. Ghayril maghdubi, po. Ghayril maghdubi. Maghdubi. Po, alejhim. A ke mundësi me këtë me deshifru? Po. Të kemi shkronjën ajn me fetha. Po, pastaj lamin me fetha. Po. Kemi je me
me sukun. Po, prandaj lexoje Alej. po, Kemi ha me kesra. po. Alejhi. Kemi mimin me sukun. Prap alejhim. Mirë, shumë mirë. Edhe në fund. Mos haro me lidh këtë për shkak hemzët e wasl me hemzën që lidhse. Do të thonë lam elif, la me këtë me lidh mirë. Wala dallin. Kjo zgjatet i ka medin 6 herë zgjatet këto. Po. Kur e zgjat, na kemi thonë se elifi gjithmonë vjen me sukun apo. Po. Tash në shkruajtjen e ardhshme kemi la me të shdid. Kemi thonë që të shdidi përmban 2 germa, po. Po. Lemin e parë kemi me sukun, dytën kemi me kesra. Po. Me kesra, po. Tash kanë ardhur këtu për shkak sukunit që ka përpara, kjo u bë med, kur të hyjnë këtu, atër 6 herë zgjatet. Wala dallin. Po. Atë që du të pas kujdes që lemin mos me shtrengush edhe ma shumë se 2 herë. Se disa për shumë shtrengojnë shumë. Wala dallin, gabim është. Gabim është. Andaj du me pas me kujdes me po këtu 6 mirë, mjedin 6 herë me zgjat, mira më lem, me po 2 herë me shtrengu. Po. Wala dallin. Po. Mirë. Mirë, e ke lexu. Është fillimi, normale, është fillimi, është gjithmonë pak më vështirë. Edhe, do thonë, vjen pak më vështirë me lexu, do thonë ka dhe ngecje. Mirë ama, po mund me lexu fjalën e Allahut Azza wa Jall. Do thonë, që para një kohe nuk ka pas mundësi me lexu, tashmë elhamdulillah, duke falendruar Allahun sepse është mirësi vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Po ke mundësi me lexu fjalën e Allahut. Kështu në një analogji me po në gjuhën shqipe për shembull. Në gjuhën shqipe kur kena lexu fillim, kur ke lexu secili, do thonë ka lexu ngadal, apo? Po. Ka lexu ngadal. Fillimisht po, pastaj domethënë është mësu. Po për shembull ti kur ke pas tekstin aty, s'po di tash një tekst, Petriti shkon në shkollë, për shembull. Ke lexu Petriti shkon. Po një siç po lexojmë tani po pak a shumë. Shkollë, si tash mi lidh shumë mirë shkronjat ngadal, mi bu bashkë, mi kombinuar në tru. Prandaj edhe ka marr kohë pak më shumë, domethënë kohë zgjatja është më e madhe. Amo tash me kohë kur të lexon më shpesh, vjen shumë më lehtë, edhe lexon shumë më rrjedhshëm. Kështu ngjajshëm njëjtë edhe sikurse edhe në gjuhë tjera. Tamam. Prandaj Allahu ja lehtësoft këtë, domethënë tash, domethënë me notu keni mësu, ama tash këtë në praktik duhet me qitë sa më shumë, që me u forcu. Sa i përket vështirësisë, domethënë, të kemi parasysh edhe atë që kemi thënë në ligjëratën e parë, që ai domethënë që ka vështirësi, shpërblimi është i dy fish, domethënë, kjo është. Shpërblimi është i dy fish, po, Allah shpërbleft. Se dikush për shembull mund të ndekujarohet kur has në vështirësi në fillim, edhe sikur domethënë ka një ndjenjë për të dorëzuar, mirë po duhet ta ketë parasysh këtë shpërblimin, domethënë që ka. Po mendon demoralizohet. Po e vërtet. Prandaj domethënë me ushtrime vjen çdo herë që të lexoni në Kur'an, do të pas parasysh, çdo herë që të lexoni në Kur'an me pas parasysh çfarë shpërblimi keni, se po e folni fjalën që ka folë Allahu Azza wa Jall, edhe mos harroni se gjithmonë ka më bëu më lehtë pastaj. Allahu shpërbleft, Allahu trujt, Allahu ju rujt edhe juve shikues të nderuar, edhe Allahu ja lehtësoft. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح